Nderuar zoti dekan, të nderuar të ftuar, të nderuar kolegë, studentë, më lejoni t'ju uroj mirëseardhjen në konferencën shkencore kombëtare, roli i medias në formimin dhe konsolidimin e identitetit kombëtar. Në fakt jemi në prag të 100 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së kombit shqiptar, që fatkeqësisht shënon edhe për kaq vite të coptimit të Shqipërisë në disa shtete ballkanike, e që çështja kombëtare duket se konsiderohet si e mbyllur, pavarësisht disa zërave që kundërshtojnë. Gjeografi francez Elias Reclus në fund të shekullit të 19 do të thoshte: kur shqiptarët të hyjnë në marrëdhënie të vazhdueshme me popujt e tjerë, shpresohet me të drejtë se do të luajnë një rol të rëndësishëm në botën mesjetare, mbasi ata dallohen përgjithsisht nga hollësia e mendjes, qartësia e mendimit dhe forca e karakterit. Tipar dalluese si gjuha, letërsia e shkruar, kultura, historia dhe origjina e kombit shqiptar të konsoliduara veçanërisht gjatë shekujve të mesjetës dhe në periudhën e rilindjes, mbeten gjithmonë dukuri bazë dhe një faktor i rëndësishëm i shprehjes së njësisë etnike dhe i luftës së popullit shqiptar për identitet kombëtar. Përgjatë këtij rrugtimi, media, pavarësisht debateve dhe diskutimeve të ngritura mbi këtë pikë, padyshim ka luajtur rolin e saj në formimin dhe konsolidimin e identitetit tonë kombëtar. Ka patur një përgjegjësi të madhe në formimin e konsensusit për ta ruajtur këtë identitet kombëtar, si dhe në forcimin e vlerave dhe trendit pozitiv të nevojshëm midis qytetarëve të vendit tonë. Media është ajo e cila mund të luajë një rol jetik në njësimin dhe zhvillimin e identitetit kombëtar në mendjet e shtetasve dhe ta përforcojë atë me të gjithë elementët respektiv elementet përkatës. Roli i medias, debatet kryesore, sfidat e identitetit tonë përballë globalizmit e tjerë, do të jenë disa nga temat të cilat do të trajtohen nga panelistët tanë në këtë konferencë. Unë pa zgjatur shumë, dua t'jap fjalën për të përshëndetur dekanit të Fakultetit të Filologjisë dhe Edukimit, doktor Ahmet Exheli. Po, profesor. Dear guests and dear colleagues and participants, on behalf of the organizing committee of this conference, it's a pleasure to welcome all of you and thank you for adding a day to your schedule to attend this conference. We hope that by the end of the day, you will be pleased with your decision. By means of this conference, we would like to bring a medium of exchanging ideas in concern of the 100 years anniversary of Albania's and the role of media in formation of national identity of the country. Media can be defined as major institutions in the economic and political fabric of our societies. It creates and distributes many of the symbolic and cultural resources we require to make sense of the social world we inhabit. National identity is not about a fixed ideal. It's not a monolithic icon. It's not something unchanging or unchangeable, but rather a subjective concept based on construction and perception. The media have a profound role in shaping what we perceive as our own society. The ways in which the media contribute to this construction is varied and casts itself over a range of different issues, including regulation, globalization, and representation. Ladies and gentlemen, using this opportunity, I would like to say, Gëzuar 100 vjetorin e pavarësisë. Thank you.